Detaje të tjera janë zbuluar nga operacioni që Prokuroria e Posaçme SPAK ka zhvilluar së fundmi në bashkëpunim me agjensitë ligzbatuese italiane, franceze dhe angleze. Mësohet se janë lëshuar 24 masa sigurie dhe janë sekuestruar 3 milion euro cash. Operacioni është thrirë në Itali e Shqipëri, ku grupi kishte degën operative dhe bazën e veprimeve. 10 persona janë arrestuar në flagrancë në Breshja. Në Shqipëri me urdhër të SPAK është arrestuar Igli Haxhiej, agenti i antiterrorit i cili dekonspironte operacionet dhe bashkëpunonte me grupin që drejtohej nga klane shqiptare. Bëhet fjalë për kalimin e 1.3 ton kilogramëve kokainë heroin nga Amerika Latine drejt vendeve të Evropës, duke patur si bazë kryesore Shqipërinë. Droga dërgohej në Itali kryesisht me kamion, shoferët e të cilëve ishin bashkëpunëtor të grupit kriminal, por ka raste edhe kur droga transportohej me autobus. Ajo çfarë u zbulua gjatë operacionit ishte se edhe shënimet për ngarkesat e drogës bëheshin me dorë në përfletore, ku emërtoheshin vendet se ku do të magazinohej lënda narkotike. Në total po hetohen 49 persona, 46 prej të cilëve janë shqiptarë. Ngarkesa me 130 kg kokainë heroin është sekuestruar dhe vlera e saj dyshohet se i kalon 12 milion euro.